Për shkazimi i luftës Izrael-Hezbollah, lufta po i afrohet pikës moskëtimit. Zgjerimi i operacioneve toksore të Izraelit në Libanin jugor po e çon konfliktin me Hezbollahun në një fazë të tensionuar, pavarësisht anëpushimit formal që është në fuqi. Sipas ushtrisë izraelite, veprimet synojnë neutralizimin e kërcënimeve ndaj civilëve dhe ushtarëve, por në terren po raportohet për një ofensivë që po zgjerohet gradualisht. Autoritetet shëndetësore të Beirutit kanë njoftuar për viktima në sulmet ajrore në lindet të vendit, ndërkohë burimet të sigurisë në Liban flasin për intensifikim të goditjeve dhe mundësi zgjerimit të operacioneve më në veri. Në qytetin Nabatje janë raportuar 10 sulme pas thirrjeve për evakuim, duke shtuar shqetësimet për një ofensivë më afatgjatë në jug të Libanit. Situata ka rikthyer në Liban frikën për një ndërhyrje të zgjatur ushtarake si ajo e dekadave të kaluara, ndërsa raportohet se disa forca mund të jenë duke vepruar edhe përtej zonave të përcaktuara më parë si kufi i sigurisë. Nga ana tjetër, Hezbollahu ka shtuar sulmet me raketa dhe dronë, ndërsa Izraeli ka raportuar goditje të reja me mjete shpërthyese ajrore. Në rrafshin politik, retorika është ashpërsuar me parandalime për fillimin e ofensivës nga pala izraelite. Rreziku kryesor i zhvillimeve të fundit lidhet jo vetëm me rritjen e numrit viktimave, por dhe me mundësinë e zgjerimit të konfliktit në një përplasje më të gjerë rajonale, duke marrë parasysh dhe tensionet më të gjera në lindjen e mesme.